Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, sonte jemi në episodin e radhës në podcastin ton 30 hapa drejt mëshirës, një podcast që është organizuar nga Forumi Studentor Kata Charity. Kemi kënaqësinë që sonte të kemi përsëri profesorin Drejt Lidën, mirë se erdhe. Përse Është kënaqësi ku me profesorin e kemi qenë bashkë udhëtar, jemi po njëkohësisht bashkë udhëtar, edhe pse po themi në dy organizime të ndryshme, dhe kemi dëshirë të veçantë që të trajtojmë disa koncepte dhe që lidhen pikërisht edhe me Ramazanin. Zoti i Madhërisht më thotë në Kur'an, o ju që keni besuar, ju është bërë juve obligim agjërimi sigurisht e bërë dhe popujt të tjerë para jush në mënyrë që të arrini devotshmërinë. Po themi, Allah i Madhërisht e ka specifikuar dhe ka vendosur qëllimin e besimtarit që ai i cili agjeron të arrijë devotshmërinë. Po pse devotshmërinë? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ju falenderoj sërish për ftesën, kënaqësi që jemi bashkë. Lutë Zotin që të kemi marrë sevapin dhe bereqetin ditëve që kanë kaluar nga muaji i begatë i Ramazanit, dhe të jetë agjërim edhe punë të mira të pranuara të Madhi Zot. Në lidhje me pyetjen tuaj, pra me të drejtë Allahu xhaleshano ka specifikuar muajin e begatë Ramazanit. Më saktë, agjërimin e muajit të begatë Ramazanit ka specifikuar agjërimin me devotshmërinë, që në përgjithësi nuk e gjen tek adhurimet e tjera konceptin e lidhjes së adhurimit me devotshmërinë kaq në mënyrë të drejtë për drejtë, në këtë lloj forme, kaq të shkurtër, i qartë direkte. I qartë drejt për drejt. Për shembull, po të kthehemi tek namazi, pra namazi të ndalon nga veprat e ulta dhe të liga. Dhënia e zakatit për t'i pastruar ata, edhe në pasuri, po edhe për t'u ashtuar dhe për t'i pastruar edhe shpirtërisht. Kur vjen puna tek agjërimi, specifikisht thot la'allakum tattaqun, me qëllim që ju të jeni të devotshëm. Pyetja që duhet ngrejmë është ç'është devotshmëria? Pastaj të kuptojmë se çfarë efektesh ka agjërimi dhe ta kuptojmë se realisht pa devotshmëri njeriu, si më thënë, e humbet rrugtimin e tij, e humbet shijen e jetës. Devotshmëri, pra taqwa, shkurtimisht sepse ka shumë përkufizime, është të jesh aty ku do Allahu dhe të largohesh nga ato që nuk i don Allahu. Tani pyetja që ndron është se ku do i gjej forcën njeriu? Ka nevojë për trajnim, ka nevojë për edukim. Dhe ne kemi mbajtur një nga takimet tona të përbashkëta, ju drejtuat një pyetje që kishte të bënte me çështjen e edukimit, rëndësia e edukimit tek njeriu. Është një proces që do të thotë ne nuk kemi vetëm një ditë agjërim, por kemi një muaj agjërim, dhe ky një muaj të kthehet një herë në vit deri në vdekje. Që do të thotë është një proces edukimi, pra gradual, skalitje devotshmërisë, qëndrueshmërie për të arritur tek devotshmëria, sepse devotshmëria kush që të jesh aty ku do Allahu xhaleshano, pra ti je tek puna e mirë, tek vepra e mirë, tek besimi i drejtë, tek që ka urdhëruar Zoti. Ka urdhëruar Zoti për ta bërë dhe të largohesh nga ajo që Allahu xhaleshano ka urdhëruar për të larguar. Forcën ku do e gjejmë tek ky proces edukativ. Por procesi edukativ ka nevojë për një mekanizëm që është agjërimi. Se çfarë do thotë agjërim? Pse pikërisht agjërimi në vetvete? Sepse agjërimi siyam do thotë të frenosh veten tënde, ta kontrollosh veten tënde, ta ndalosh veten tënde. Nga çfarë? Nga e lejuara. Që do thotë problematika më e madhe e njeriu kush është? Se nuk ka aftësi për të frenuar veten e tij. Për shembull, dikush që ka përfunduar një ves. Dhe po të lish me të, ai thotë u e di që s'bën. Po s'ka forcë. Po themi ne shohim gjithmonë kur konsumon dikush duhanin, që s'mundesh ka duhani dhe e din ai dhe pa konsumon. Në paketë aty thotë është rrezik, kancer, ku ta diun se çfarë, nuk lejohet për grash ta zënë. Dhe prapë konsumon. Ai prapë shkon e blen edhe e konsumon. Se nuk ka forcë. Pra është i dobët njeriu në vetvete, është krijuar i tillë. Atëherë ku do gjej forcën? Tek kalitja nëpërmjet agjërimit. Pra është mënyrë ta stërvisë individin për të arritur tek devotshmëria. Për ndaluar veten e tij nga gjërat e ndaluara dhe për të shkuar tek devotshmëria e Zotit. Pra Allahu xhaleshanu në Ramazan e privon nga të lejuarat. Saktë. Pra e ngren standardin. Jo të ndaluar, por jo ndaluar që është e lejuar. Ndaluarat është e mirëqenë dhe është e natyrshme të heqim dorë. Por që të përfundojmë të heqim dorë tek të natyrshmet, të cilat janë për tu ndaluar, pa që janë haram. Dhe e ka përshtat Allahu xhaleshanu që harami është i dëmshëm për natyrshmërinë e njeriu, që parimisht njeriu duhet të heqë dorë. Allahu xhaleshanu e ka ngritur standardin dhe ka thënë ti do të heqësh dorë nga disa gjëra të lejuara, që pastaj kur vi puna tek ndaluara të ke shumë të lehtë për të heqë dorë.